Moj gramë në fund zëmbylja është e lumtur sot. Mbani mend juve? Sa herë që vinte Shën Valentini unë qaja këtu duke bërë video? Se kur isha beqare qaja se s'kisha gjetur njeri që ta testoja, kur u martova, qaja se ky myqëri im gjithmonë haronte që ishte Shën Valentini. Dhe vjetë që e mbajti mend? E di çfarë më bëri dhuratë? Nuk e di, besoj ju kujtohet se unë e kam regjistruar që ta kem aty, ta kem provë se dhe harron ky. Më tha mua të kam bërë një dhurata, kjo dhurata ime, thash, një gjë që do të gëzoj shumë e grua, tha, ti mund të hash e të pish në çdo vend të botës, ta zgjedhësh ti vendin ku duash. Dhe unë që gëzova aq shumë se mendova se kishte fituar llotari, edhe më tha mbyll pak syt grua, tha, edhe do t'i hapësh kur të them unë, tha. Edhe unë budallachka që e quajta në një surprizë shumë të madhe, mbylla syt, kur hapa syt, kishte shtruar një mbules me të gjitha vendet e botës ky mbi tavolinë. Edhe tha, hajde çoj ushqimin ku të duash ti. Po dhe unë ja punova vjetë që se mbani mend. I mora pjatat e mia plot, edhe pjatat e atia bosh edhe i ula aty te Dubai, thash hajt ham tani. Tha, po ushqimin ku është, krua, tha se këtu, tha, s'ke vën ushqim, thash. Kur të më qosh me të vërtet në Dubai, atëherë dhe unë i thash, do të hedh ushqim prej vërteti. Tani ha pjatën bosh, i thash, si çdo vete unë kot kështu në Dubai, këtu te mbulese tavolinës. Mirë po këtë vit, moj gra, nuk e di moj motrat e mia si duket, mësoj që ngeli vjet pa ngrë, edhe më ka bërë një dhuratë shumë të bukur, po a tregoj dhe juve tani. Mbyllni syt dhe ju të shikoni dhuratën time dhe i hapni syt tani. Shikoni sa të bukura janë këto lule moj. Këto lule që s'mi pruri as kur u martuam. Se ka histori dhe martesa ime. Se harroj ky të binte lule bashkë me njerëzit e tij. Edhe kështu që ti mbaj këto tani si për martesë, si për Shën Valentine, për gjitha rastet. Sa të bukur e ka zgjedhur një herë, nuk e di që ka kujtuar më i gra, nuk e di. Se nuk si ketë marrë në një funeral, Korbi, se do më pa taks. Po dale t'i shikoj pak mirë, kështu vërdat. Pas ka kartolin brënda, kjo të regon që së të paktën si ka marrë në një kish ku ka vdekur në njëri o në një barez. Ja të shikoj pak kartolinën këtë. Do a lexoj tani, moj gra, do a lexoj, edhe shpresoj që dhe ju t'jeni duke marrë dhurata të bukura sot. Ja ta lexoj pak kartolinë. U e zeza që më gjeti, moj gra, nga që kanë këto lule për Sofin. Kush do jetë kjo Sofi Xhanën? Nuk e di, këtu në pallatin ton ka në një Sofi, se nga që jemi në vend tuaj ne nuk njohim fare se kush jeton lart e poshtë. Se kam iden. Tani kjo gjitonja imi që është në Afganistan, jo, nuk e ka emrin Sofi, këtë e di shumë mirë, po kush është Sofi nuk e di. Jam në hall tani, po pse më prap edhe këtë Shën Valentin do qaj unë? Ja. Këtë Shën Valentin unë nuk do qaj, pse do thoni ju? Se në qoftë se këto lulet janë për Sofin, që në fakt janë për Sofin, unë do pretendoj që janë të mijat, nuk bëj zë, nuk ndihem, nuk kërkoj kush është Sofi, fare. Tani në qoftë se ngatroj derën t'i livri, ishte fati im. Po në qoftë se ka ngatruar adresën ky imi. Prap lulet janë të mia, se në fund të fundit dialekt është piston. Kështu që këto lule më takojnë mua. Edhe do t'i mbaj unë. Tani, se qa do ndodh në tutje me Sofin, në qoftë se është ngatrimi i adresës nga ana e këtij timit. Atë po do ta shikoj një çik mirë, se prap vitin tjetër mund të qaj unë, se do shpenzoj shumë vitin tjetër, se d'ja blej vetes time një dhuratë për Shën Valentinin, se kuptohet. Ky do iki, do hyj qafën, do përzë Sofin. Nuk e di tani kush do jetë e vërteta, nuk e di. Keni në një mendim ju gra, do ketë gabuar delivery, që më ka bërë lumtur sot me këtë lule? Apo ka ngatruar ky imi adresën, më shkruani një mesazh aty dhe më jepni një këshill.
mesazh, tash unë komentoja thosha. Mi jep një këshill, çfarë duhet të bëj tani? Si të investigoj kush është kjo Sofie, ku bëhet kjo Sofie? Pse mu shfaq mua kjo Sofi pikërisht ditën e Shën Valentinit, më pse s'mu shfaq një ditë tjetër kjo Sofi mua? Nuk e di. Nuk e di si do bëj, po gjithsesi sot nuk do qaj, të paktën të kem një Shën Valentin që ta kujtoj për mirë në jetën time. Do ta mbaj këtë të me lule, edhe do pretendoj që s'ka ndodhur asgjë. Ta nuk kujtova, o gra. Po sikur. Të mos jetë ky imi që ka ngatruar adresën, po këtë kujtoj që dikush tjetër mi ka bler mua. Qysh do vej halli moj gra tani që ka një hall tjetër, s'do më besoj ky muaj. Do e kapi këtë në një xhelozie fort e qysh të bëj unë pastaj. Po qa të bëj tani mos e jam në dilemë, ti mbaj këto lule apo ti fsheh fare se mos fillon ky na xhelozi të më heqi trurin mua. E zeza, kush e dinte që një tufë me lule të sillte një problem kaq të madh ditën e Shën Valentinit, kur të gjithë festojnë unë vras mendjen tani. Kush është Sofi, ku është Sofi, si t'ja çoj Sofi? No, fakt, se mendoj këtë, nuk do t'ja çoj Sofit. Po ti mbaj lulet a mos ti mbaj, se është bela kjo punë. Hajta besoj ky imi që ishin për Sofin e erdhën tek mua. Se ky nga që dhe s'më bëri dhurat mua, e kuptoni? Aty do ngjerë më shumë nerva se do që të mbuloj dhe këto mangësit e tia dhe do bet nervoz, kocukoti, e kupton? Do filloj të më aprishi ditën e bukur që të gjithë festojnë e gëzojnë. Nuk di qa të bëj. Po s'ku të dalë t'i shes më mirë të lulet moj. O gra, të dalë t'i shes e të mbaj lekët. Si thoni, mos është më mirë kështu? Ika të vete t'i shes edhe të marrë lekët. Qyqa, po më pa buri rastësisht duke shitur lulet. Ai do mendoj që mirë që mi dhuruan, po kam dalë edhe shes, edhe është akoma me rënd pastaj. Nuk e di si të bëj, jam në dilemë. Më vajti mendja mirë tani. Më vajti mendja mirë. Do them që i ka bler djali për t'ja dhënë QPS-tia, po i harroj këtu edhe ka bler një palë të tjera, se nuk do t'thejna rruga, vindet mirë të këto, e do grisë edhe kartolinën. Kështu mendoj unë tani, më shkruaj një koment ju lutem, se më shbër mendja çorë, nuk di çfarë mendoj e çfarë bëj, si të veproj. I ka unë, duke uruar, kalori një Shën Valentin sa më të bukur, edhe dëgjojmë video tjera, i ka se a për ty, mo, ty, një apër, i ka, kalu shi bukur.